Një vatër e dytë e Murtajës është konfirmuar zyrtarisht në qarkun e Korçës, këtë herë në fshatin Shkoz të bashkisë Maliq. Sipas të dhënave paraprake, bëhet fjalë për një fermë në pronësi të shtetasit Enkel Shkëmbasi, ku rreth 19 krerë bakti të imta do të asgjësohen për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Në zonë rezultojnë të rrezikuar edhe shumë krerë të tjerë, ndërsa perimetri vëzhgimit shtrihet në një distancë nga 3 deri në 10 kilometra. Adriatik Skëndera, si nga shërbimi veterinar, konfirmoi se analizat laboratorike dolën pozitive për Murtaj dhe se masat për asgjësimin e tufës problematike ka nisur menjëherë. Deri më tani në këtë fermë janë regjistruar edhe 20 ngordhje të kafshëve, të cilat janë groposur të hënën. Në total dëmi llogaritet në mbi 40 deri në 50 milion lekë të vjetra. Aktualisht në qarkun e Korçës shpërtheu ose kemi vatën e dytë në këtë sëmundje përveç vatës Suecit. Shpërtheu edhe këtu, kemi 2-3 ditë dërgojmë analizat, u konfirmua pozitiv, detyrimisht sot po kryejmë analizat, po kryejmë eliminimin. Ndodhemi në fshatin Shkozë të komunës Livornikut, bashkia Maliq. Do eliminohen gati 190 kleve të imta, dele dhe. Gjatë 2 ditëve kemi edhe 20 ngordhje, të cilat u groposin dje. Edhe në 110 do në rreth 210-211 krevë, dëm, ose sëmundje në këtë fermë. Rreziku është prezent, ne kemi përcaktuar zonën 3 km, 10 km, zona 3 km përfshin fshatra Zvojq, Novosel, Symiz, Këmthekër dhe Shkozë, edhe masat i kemi izoluar, ose i kemi ndarë, kemi porositur të gjithë fermerët të cilët mos punojnë, mos kalojnë në këtë zonë ku ka qenë kjo sëmundje. Në dijes, pas dijes në gjes, edhe erdhi që dija jo, abergjia sot në gjes, sot fillon me eliminimin. Po të tjera? Në tjera kemi nuk se sapo na shpashu, do marrim sipas planit kontingentit do marrim në të tjera për konfirmim. Ose nëse kemi dyshime, pa aktualisht gjithë tani s'kemi dyshime. 40-50 milionë lekë po një. Kjo është pjesë e punës veterinerëve dhe eliminimi. Është pjesë e punës mikut veterinerë. Aty kur rrezikohet shëndeti i gjithë fermave të tjera, detyrimisht do merren këto masa. Në fermet të kësaj zone apo të qarkës, po gjithë fermet e Shqipërisë, 3 gjëra të them, mos e blini kafshë në origjinë që nuk i dinja, mos i lëvizni kafshët në ferma juaj në një fermë tjetër, mos nxirrni kafshën treg dhe mos merrni kafshën treg. Lejohet vetëm kafshët që kalojnë në sektore, detyrimisht duke u kontrolluar nga veterinerët. Veterinerët janë të shpërndarë me grupe interesi, sidomos sot e shkruar 3 zona, të fermat, kësaj zone ku kemi sëmundje, grupet e veterinerëve janë në teren. Zona 3 km quhet zona e riskut, risku është prezent. Vetëm masë është që mos kemi kontakt me këtë fermë, e cilën po eliminohet. Zyrtarët lokal kërkojnë bashkëpunim maksimal nga fermerët, ndërsa kryetari i bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, i pranishëm në terren, theksoi rëndësinë e ndalimit të çdo lëvizjeje të blegtorisë për të shmangur përhapjen e mëtejshme të Murtajës. Po është një lajm i trisht, të shpresojmë që të jetë e para dhe vetme. Unë po shkoj vetë në vendngjarje për ta parë situatën dhe për të dhënë sensibilizuar dhe për të dhënë mesazhet për lëvizje sa më të pakta, për blerje sa më të pakta të blegtorisë në këtë moment. Edhe të shpresojmë që kjo mos hapet në zona të tjera. Kjo është një zonë që mban delen, mban dhimbje, edhe vetë komuniteti këtyre zonave mbahet me këto bakti, ndaj dhe të shpresojmë që dëmet jenë sa më të pakta, edhe patjetër ne si pushtet lokal besoj qeveria do të ketë mbështetje maksimale për të gjitha rastet. Po patjetër ne qëndrojmë në komunikim të vazhdueshëm, pothuajse çdo ditë me Ministrinë e Bujqësisë, me zënës ministrin që mbulon këtë sektor, me prefektin e qarkut, me të gjitha instancat, me shërbimin veterinar. Të shpresojmë që të minimizohen, por ne jemi në ndjekje të situatës, pasi kemi bërë takime me kryetarët e fshatar, me drejtues të njësive administrative, me blegtor, për të bërë lëvizje sa më të pakta, për të mos bërë blerje vend e pa vend, po të ndalohet blerja në këtë moment në mënyrë kategorike, mos lëvizin tufat nga njëra zonë tek tjetra. Ka disa masa, ka një udhëzim të veçantë për këtë punë që e kemi diskutuar, e kemi bërë prezent, të shpresojmë që fjala edhe ajo çfarë Ministria e Bujqësisë ka rekomanduar të merret në konsiderat nga të gjithë. Tjetër, të gjitha masat i kemi marrë, ne shpresojmë që të gjithë të mos e marrin si një lojë, por ta marrin me seriozitet më të madh, pasi është në shërbim të gjithëve.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë monitorimin intensiv të zonës dhe paralajmërojnë se çfarëdo neglizhenca apo thyrje e udhëzimeve do të rrisë ndjeshëm rrezikun për përhapjen e sëmundjes në zona të tjera të qarkut dhe më gjerë.